Pajtona plotësisht. Besoj që do të më shtu diçka tjetër, besoj që publika kupton. Okej. Atëherë, cili banor e ka mbi vlerësuar veten më shumë se ç'duhet? Anglisht. Who do you think overrated himself? Overweighted. Overrated. Overrated. It's not easy. No, it's not easy as pak. Po, cili banor e ka mbi vlerësuar veten më shumë se ç'duhet? Thonë, ti mendon, unë jam po faktikisht ndoshta nuk je. Ata e përgjigjen? Në Londrim nëse... Po le të vazhdojnë Alirin, mbyll na pak kohë me mendu. Alba, okej. Unë mendoj se gjithë secili është vetvetja, edhe ashtu si nëse njihet i vlerësuar, ashtu është. Ashtu e shef vetin. Ren kontradikt me veten. Ashtu e shef vetin. Nuk vlerësuar me shef vetin. Jo, ren kontradikt tani me këtë përgjigje. Se ti mu pak para më the që beson që unë nuk jam ashtu siç jam në jetën reale. Unë kam thënë ti një karakter si se kuptoj. Jo, edhe më ke thënë që sepse është një karakter si nuk e kuptoj. Dhe më ke thënë që nuk e besoj se je kështu në jetën reale. I bie ose kam nënvlerësu ose kam vlerësu veten këtu. Sinqerisht, je karakter si Po më ke thënë që jam falc. Alba, fakti që kjo do thotë që do me të pa ndoshta jashtë me kuptu si që je me të vërtetë është sepse ka vështirësi me cek, çfarë tipi je? Njëkohësisht më ka përmend që unë besoj që ti je falc. Alba, kam përmend shumë gjëra aty Alba. Po edhe këtë ke përmend. Je një karakter si ke shumë gjëra që nuk e di ku vetëm një gjë kam sakt originalitetin. Mungoj shumë jo falc. Po mrena është një që ka freka. Po, okej. Problemi është se pyetja është për këtë. Po, për këtu ju. Për këtu nuk ka asnjë pi banorëve këtu që jemi që tavolinë. Zbesoj. Okej. Edi? A ka dikush cigare? S'kam përgjigje këtu. Me mi vlerësu vetën, zbesoj që dikush mi vlerëson vetën, mund ndoshta për loj me bu hajgare, po spendia s'dikon për karakter. Nëse veç muna me u bashkaqit se kush e ka mbi vlerësu veten, nesër tregohet mas miri. Nuk po di seriozisht sa. Që ato s'kemi përgjigje asnjë. I don't know what to say. Alba? Edhe një pyetje të lutem. Kush? Do të përsërit pyetjen? Po. Cili banor e ka mbi vlerësuar veten më shumë se ç'duhet? Mbi vlerësuar. Në fakt ne gjithë kemi vlerësuar veten përderisa kemi marrë guximin që të vim këtu në Big Brother. Edhe është vlerësimi që na vjen nga ajo që ne përjetojmë në jetën tona reale, që besojmë te vetja jonë, e dim sa të fortë jemi. Po siç tha edhe Geti për kështu, për shaka, për batut,